Në zemër të komunës së Klinës gjendet fshati Qabiq, një vend i vogël e me histori të madhe. Fshati sot numëron rreth 600 banor, njerëz punëtor që jetën e tyre e kanë lidhur me tokën, bujqësinë dhe blegtorinë. Qabiqi njihet si fshati i heroit Muj Krasniqi, komandanti i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, i cili ra për lirinë e vendit. Kujtimi i tij jeton çdo ditë në këtë fshat, ndërsa kompleksi memorial që qëndron në Qabiq është simbol i krenarisë dhe sakrificës. Përveç historisë, Qabiqi njihet edhe për traditën, e çdo vit këtu mblidhen grupe artistësh nga mbar vendi në festivalin folklorik I Këndojmë Lirisë. Një festë që e kthen fshatin në qendër të kulturës popullore shqiptare. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër. Çfarë kënaqësie e madhe e them gjithmonë do ta potencoj për aq kohë sa u thoj në përfshatrat e bukura të vendit tonë, të Votrës tonë. Siç po mund ta shihni edhe përmes pamjes, sot kam ardhur në fshatin Qabiq, një fshat bukur I madh, mirë po edhe për nga historia sigurisht. Fshati I Muj Krasniqit. Njëri ndër themeluesit e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, historia e emrit të tij që nuk harrohet kurrë, madje as nga banorët, por edhe nga gjithë Kosova. Me një kënaqësi shumë të madhe gjatë ditës së sotme në këtë fshat të komunës së Klinës, do të zbulojmë, në fakt jo do të zbulojmë, por do të mësojmë rrëfime prej më të ndryshmeve, në qoftë se mundemi me I taku sigurisht gjithmonë mirë, po në qoftë se e gjykojmë për nga pamja e parë, është një vend I rrafshët kryesisht dhe ka shumë natyrë të bukur, po meqense se jemi në mesin e vjeshtës, nuk mundemi edhe me ju garantu si një gjë të tillë. Por gjithsesi, për gjatë minutave në vazhdim, ko me u mundu që me ju sjell pamje dhe rrëfime nga njerëzit e Qabiqit. Ne e dim krenarinë e popullit shqiptar përmes Muj Krasniqit, mirë po historinë ndër periudha të ndryshme të kohës, po mundohem që gjatë ditës së sotme të paraqes përmes emisionet Në Votër. Kështu që me një kënaqësi shumë madhe së bashku me Dinemirin sot në kamerë, po mundohemi që të kalojmë sa më mirë në Qabiq. Një gjë e di që njerëzit janë shumë ikpritca dhe janë shumë të mirë dhe për këtë gjë unë men zis po pres. Një falenderim shumë të veçantë me qenë se jemi në Klinë, dua t'ja bëj ISP Broadcast, ku del këtu po. ISP Broadcast, I cili e ka mundësu që me udhëtu edhe kësaj radhe në këtë fshat të Klinës, në fshatin Qabiq. Falenderit juve shikues që nga java në javë po më kritikoni, po më komentoni, mua dhe dinim bashkë në fakt po na kritikoni, qysh me realizu, po emisioni jem zhvillohet spontanisht, kështu që kjo është më e mira që unë e paraqes përmes fshatrave. Kështu që së bashku me mu valin dhe me dinin, hajde sa të fshatin Qabiq edhe po kënaqemi plotësisht. Qabiqit.
Sigurisht që edhe Qabiqin e kanë praktis si fshat, jo që është edhe shumë thellë, jo që nuk i ka kushtet, sepse ndoshta kryesoren rrugën e asfaltuar vetë se ka, po njerëzit sigurisht që kanë zgjedhur me dalë edhe në qytet, pamit që i pat me zotriun ishte mësues që ka dalë në Fushë Kosovë, por gjithsesi që procesin mësimor vjen dhe e kryen në Qabiq. Sigurisht që është ditë e martë, kur unë e gjiraj emisionin, është ditë e javës, ditë e punës, edhe është e dishme që kemi problem pak me taku banor, po siç po mundi me pa përmes pamjeve, është një qetësi absolute në fshatin Qabiq. Përndryshe në fshat vazhdojnë me qenë prezente disa nga shtëpitë e vjetra të arkitekturës së vjetër. Fshati Qabiq përndryshe njihet për punët bujqësore, tashmë në Vjesht takuam disa njerëz të cilët kanë fillu me i lavru tokat e tyre, që përndryshe është një tokë shumë pjellore. Më vonë kemi me shku edhe tek kulla e muj Krasniqit, që kemi një ditë të tërë që kemi me kalu këtu dhe sigurisht që marrëm Qabiq edhe pak shku edhe tek lagja e muj Krasniqit. Nuk mund të bëhet familjen e mujës se kemi me banim në komunë, në Klin, në qytet atje, por që sigurisht kam dëshirë me taku banorët edhe me i dëgju mbase ata të cilët kemi po shumë të full për muj Krasniqi, po ata të cilët ndoshta nuk kanë thonë kur diçka për të dhe si e kujtojnë herojin ton, është shumë kënaqësi për mu me i dëgju ata. Përndryshe unë i kam dëmeq që vinë nga Qabiqi, është Rapsodi Halet Gashi, përndryshe edhe kolegë në për serialet që po e përshëndes tepër shumë, e orej që kam e taku sot këtu, gazetaren Edona Gashi, që po e përshëndes po ashtu, e që aja nuk është këtu, po e di që e përmend Qabiqin me një dashni shumë të madhe, edhe nuk ka ma mirë se me dasht fshatin edhe vendin prej nga vjen. Qështu këta miqtë e mi. Rruga Ramadan Ljubaveci. Kulla e 9 vëllezërve të Ibrahim Recep Gashit. Pa ona i kosh në këtë kullë se shtrohet pyetja. Po du njerëz më m'full. Dena shkojmë deri poshtë? Respekt. Faleminderit shumë për gatishmërinë. Jo pse nuk kemi çare pa taku na njëri, përndryshe zotri Zek Gashi është administrator ose kryetar i fshatit. E uroj që kemë na me taku ato dhe më na tregu pak për fshatin Qabiq, rreth punëve administrative, sa u bo për Qabiqin. Kur them sa u bo, ndryshim po blekon për shë rrugë të asfaltume, rrjeti elektrik gjithka është, kështu është si Marimonga, si shtëpia Marimonga, po gjithsesi ore që mos me pas probleme këta banorë. Qatë shumë qetësi edhe vetë s'po guxoj me fol me të madhe. Po shkojmë deri në hapi të gjej dhe zona fëmijëve që atje. Ditë pune njerëzit nuk i kena këto. Por ai ka me pas fatin me taku që të garant mundet me pas. Ha? Dikush i pas ka të dele. Te rruga Ram Rostemi. Ha, ha. Po e shohim një zotëri, po
Nuk guxojna me hathja s'kujt identitetin sepse ua respektojmë. Të në gjatë jeta, si je, a je mirë, a je lodh, a je buri fort, si je, si po kalon? Qe, qysh je? Shëndeti, familja, me u lodh? Ka pak, ti mirë? Mirë falënderit, e posh një njeri, shqyqër këtë në qabeq. Qysh jeni? Unë i porja. Valloj, jo i treti, po ata tjetë nuk e zgatën shumë. Indërum se, unë jam me kamerë, po unë jam Valajoze, bëj një emision që e ka emrin votë. Po qaj, be që po lujnë kry ka njerë. Respekt. Edhe, kërkoj ka pak njerës që shto veç pak për historinë e fshatit, po nuk po më imi taku. A këshon bëjt mi ti po veç 2-3 pyetje për fshatin qabeq? Po i njëra jetesës, që shkalonin qabeq, so njerës kanë met, a kanë ik, heq? Në i kanë ik, për në shatu një pak më mirë. Po shë ndryqim, po shë asfaltim, po shë... Po jënë të sene, jënë kështu. Mirë bëllë që janë. So bo për qabiqin, në fakt. Deri tash isha të full që po e shë pak shtë një infrastrukturë ka gja mirë. Me të ka të detë ka infrastrukturë, po që kina pas mu i Krasniqin për shambull na, si lutetarë. Të parë, masa dhe me shojë dhe në qajnë në ranë, shumë pak o botën. Apo, për hirë ti, në base në fshatën e ti? Po, pa tjetër, kemi me shku edhe atje me vizitu. A di ku? A është dykun lartë të vendosë? A te lagja e Muj Krasniqin. Falim pak për Muj Krasniqin, a mbon men të si personazh? Unë jem plegu me Muj Krasniqin, i kam 2 plumë në trup, një kam ku pa hje kala dhe një që në kra, në fusha madhe, në si që quhet e fusha madhe, që atë jem plegu me Mujin. Po unë nuk e marrë, kur ka muje, po pak ma vëtë, që nuk jem konë Sloveni, për Sloveni jem marrë në luftë, dhe jem jetë qëtë në luftë, ashtë qështu invalid i luftës jam, me qatë penzion jetëj. Qështë e mon men mujen? Mujen e maj men, si thmi kërë konë, gjithë konë, ko gjë kështu jashpër, nuk konë, po, dhe me thonë kështu me sheshni ka që mirë. Po kështu gjithë konë dyqysh, ma shkët me shkiju konë shumë, dhe thmi kërë konë i rëzikshëm për ta. So një sot krenar, edhe pse nuk është mesin tonë, unë për vetë një hafët që... Se pas ke qenë krah ti? Unë jem konë krah ti, edhe jem krah ti 8 des, se kumë bodë me ta dhe para lufte, kër një policia ju të natë një a 2, ju ka te këta i zeta, po e shkoj misjes në Lamush për 28 stacion policisë, në mirë, e kemë pasë për para, ju shkoj këna qitë, biljaj pak aty kështu me trupë konë i vogël, ta shkojmë kratem, thashtë se një mojë që natë edhe e qetë. Me trupi vogël po vej pra të mba? Vej të mba, valloj, vishë adhe me shohoj, mas adhe me shohojt. Nëse haradinat janë ati si kanë dhanë shumë ata, kanë dhanë për luse, po të ka zodet, na ku ka pas nevoj, na shku. U kanë metë, kur përmenë Karamush dhe kemë konë me 7-7, që atër në ka pas që muja njëve tonëve, tha, i kishë pas në mujës, ose po vitu jo, se për ndërprejmë së daljen për armatim, ta shkajtë armatimin me kra kanë bojt. Unë ishem konë atë ku, kër kanë bojt armatim, që kom një tha, muja edhe Sulemon Selimi, edhe një 2-3 vjetë që kom tha, ata e këshin pas qartë ka gjatë kila, 5 kila shmini pas. Po. Ta që jëtë një konë Shqipnia, me dojnë gjepa së një, se me 50 kila shpinë. Sigurisht që po. Me qenë se qenë nuk po du më të marrë kohë se kë kemi parë ndorë, nashtë të kanë që me vlena i sen. Veç po du më të pytë pa dosh me hynë dështë nga politikat në vendin tonë, po vetë qenë ke invalid i luftës, të regëm pak për juve që keni qenë gjithmonë të gatshëm për me dhonë shpirtin e juve për këtë dhe sot ndoshta 27 vite pas Zoti i Zete po të emrin më zgabosha. So po a dim juve? Të ke pas parasysh që krerët i kemi atje në Hog? Po që ata shkanë konë në Hog, me të ka zodet në kanë mojtë mirë, në kanë qunë deti për vjetë, në kanë qunë bojnë për vjetë, për që shkota kur se kena pa mo, deti në sëraj, kom pas, e kom ideal në Gjermani, mi që në shkojvish, më se pa që ata që kësha pa mësimo, as bojnë, as deti, as mërgjan, sa në kohë që ata në kanë qunë, mos në kanë qunë kërkush për gjë. Bati i Zet për thëmë, urimin e Senet në ndori se so ke, edhe kujt mja uru tjetër përveç juve që keni dhomë ndodhë se pari, kur të pash, kujt që më duke pas kërë pas të shikur. Ja bash qaj jam, qaj bishpiriki. Vallaj, kom qenë me një mirë për ti. Falemderit shumë, edhone për juve. Kamermonin, po, me ty atë shpesh më po që ati, e dikta si jeti që... Falemderit shumë, jurujt zote gjithmonë. Kulla muje, si dhe me hinë trup, po. Që tu, këtë që një, që e shpija një kaç, më në hinë që ty. A jeni me kërë në shumë? Po, me kërë i vish dosh ta me isë pa kom me këshyrë fshatin. Në qatë shpati, si dilë që shërë një kullë, që është kulla më kërë. Po që të shëndet gjithmonë. Falemderit shumë, mirë të popshim. Kur i takoj këta njerëz dhe që janë duhurit, si
bacizet që tha kam qenë kraj i muj Krasniqit. Shpesh emocionohem si i ri edhe pse nuk i një, po kur ja u dëgjoj historinë, më bëhet mish i kokër për vetë faktin që me 2 pluma invalid i luftës dhe prap është i buzëqeshur. Sigurisht që mundi edhe sakrifica për me orë deri në këto ditë që unë me orë në Qabeqe se cili mshat i lirë e me folë Shqip, e pa matë se nuk kërkush të drejtën e vendit tem, është knatësia jam ma e madhe. E takum rastisht kështu në fakt kam qef, dini kur t'na lodhet na mundi me ndalë nga pak, edhe pak tha e kemi kullën e muj Krasniqit, po du me shku deri ato, edhe mbase pak më në detaje, sepse bacizet ishte pak si në shpejtësi të shku për me bledi qka. Kështu që po vazhdojmë, vetëm pak kjo është një rrugë si kryesore në mesin e fshatit Qabeq, kështu që po vazhdojmë. Kër e takum Baci 20, i shola nuk më preket që pi thëmë Bac. Ja. Po kështu ko ke shumë zëtë Edhe mi. ne më mëson në Kongojle. Ja, respekt. Jem ko ashtu, në thmi i flas për para. Respekt. Mos e ndruk. Shumë respekt. Baci 20 si çdo tradite e jona ku do që shkoj, nuk po thëmë që të tjerët nuk na presin, po nuk na lëshoj pa e pini kafe dhe na priti shumë mirë, nera ju rrit, po unë po besoj që edhe me shku deri te kulla, po besoj që Baci 20 është shumë emocionale, sepse e cekom që me qenë ka qenë krati, po besoj që janë emocione që s'mujnë mu përshkru. Vendosim me na qu deri te kulla, mos me na lënë me ecë në kom, edhe pse emisionin e kam ka pak me lëviz, po që nera ju rrit Baci 20 që nuk pritoj hiç me na dërgu deri atje. Ku të bëhen qeshja për mua Krasniq jam gjë gjithë ka më bëj. Qysh keni bo atëherë, po qa me bo që fati ka desht edhe Zoti që muja mos me qenë sot me neve e tipu, po mirë që mbet dikush edhe me kallzu kush më të vërtet ata e në. Që t'jo ka pas dhëmër baba e tina, në më këtë mija kanë plenë që t'jo gati si në konë Kallablak, të gjarlazën e 2-3 motra, i në konë këgjoshtu familje. A muj Krasniq që u konë rapset ka kënu Po, vete? edhe pa lutë, po mëre. A po, a? Po, pa lutë shumë. Me Rezef Selimin kanë kënu bashke, me një isticië që ku më hupi emri tina, Rezef Selimi, kjo tani me Beqen,
Beqe ndonër ka pas. Motër e mujë që ka pas beqe. Kur 28 nëntori i malë të shtatës, apo jo, kur dollën të skenë o qëgëja, a ishe prezent? Jo se më ku. Pse? Se e kom pas një kushërin në spital, edhe me të ka zudeta të herë që më kom shtarë kënë dalë. Po. Filë të një mas që aty një kom këtë Sloveni, më kom bashka gjitë. Kër vraj mësosi Geci, Halit Geci, im kom me një kushërin të amin, shku me po ato në spital me të rëvicë kom. Po. Tani kër edhem aty u gotë që me nëzanë, e se nëzërëm ishë kanë të shpërnda aty, më ka me të marrë bëllë, sigur lu, ati më së pas një luft, më kërë me të marrë këtë aty, po me që kom zanë që atë luft dhe sa petë mirë. Që shë vlerësove kur dullë, kur e ditës që mujë krasishë, tu e ditë që ka qenë një farë trimi aj... Ti e ke po, muja pa mos, vish mirë që ka pas. Muja s'ka pas mos, Regjepi ka pas, se Regjepi kojnë riziku se ka pas familjen klinë. Po. E hinë kojnë rizikuar në familja tina, Regjepi Selimi jëri pitë parë, po i furë të Regjepi e muja këta, që shpiti dhe ti vetë, ti dinë ati. A shkojnë analë pak? Me qenë që jemi këto dhe kemi ty, të pak të na të rego pak për arkitekturën. Hajde dini. Po këqyri, isholla, jetë qilë ku ka. E këj ka të dy të bo më njerë, pasu, më së ngët. Qëta kanë masane, se do më për qituit dhe të pushtë, e ka pas që shukon për para. Po. Do më thonë festivali po mboj ka në bërë të Po në bërë. Hapja festivalit në Qabic. Po. Tani vazhdo në Klinë. Po. Ta që si ta shty tonë në pitë parve, që kjo është, do më thonë, dhavi më i Krasnicit, muja, këta këtë din, këta kush janë. Adem Jashari, Hamz Jashari. Kush e ka bo këtë piktura ato? Këtu duhet me konë një Idris Berisha, në i mirë, të është artist i furt, ma mërmen aji ka bo. Së më sigurët, vish, mu ma mërmen e aji. Respekt për punën që pas ka boj, i pas ka paraqit njërë perfekte. Shumë mirë. Edhe tash i kine marru këtu, për tash bënë. Për po asë i kine bënë. E, sholla nuk bënë mu kur... Ja, asë kur s'besej mu. Po e presim basenizat se e kemi bo kur banë sët me na... Në ashtë e kumë vanu pak, po... Jo. Unë me ka të zudaj të mbati havzi, kështu... Ti bo e gjithë më torë musafir dikush. Batallin sënë, që shtojnë batallin sënë ata tërqit. Basenizat, kur pitum kafe në konakën tanë, më mla shumë diçka për shtypje edhe për krejt juve që keni edhon mund e sakrificë, nuk keni dash që pas luftës me më lavdu edhe. Ndashta së dhe 27 vite prej kur kam baru lufta nuk ke dash me i farforme me përmen edhe kërkoj folje që po të kthejnë atë ku, po ndashta ke dash me nejtë më des këtë kontributin. U ktheve nga Slovenia, mandej erdhe këtu, mi u bashkan gjitë luftës, po du pak më ta morë që të refim se... Po, unë për veti me të ka zodhet jasharat, kur jenë vra, nuk mu ka nejtë ven. Qa ju ka qenë i nisme... Po, e nisme për marrë une. Po. Edhe aty kur im shku, e këshin pas fillu një farë shtabin në Maribor. Po. Edhe tash mu të bu na edhe kur mu nisë. Bili gjithë më kujtues që kom dhe këtë veseli, se atje se kom gjithë. Po adin tash kur për në gjë, kur më tha mu, ti po me nësjetë shku ndarësëm. Tash gjë ndarësëm ja po me liftujmë, të shuku se unë e kom kry ta shërbime në shtarakt, të Jugoslavisë. Tash unë e di shka luku tash ka në këtu, tash po unë po du mu nicë me njëherë. Po. Tha jalla me njëherë, tha që më shku ndarësëm, se shtirë të s'na kalja me kërkush. Po. Tash që më nisë, tash unë e nisë në vetë, edhe vetë jem nisë. 7 vetin e ka në autobus, i në arë të në qafë Dohlis. Qafë Dohlis në ka thonë nuk mu i me garantu ma, a i shoferi. Tani me takë se në ka nani, Qësh keni mujtë? Qësh kena mujtë, që të plakë e kumë pas bonë, thesha që të plakë me si të din në bërë mujës, se s'kishëm bugjetë, din. Po. Një fara livurë, vetja kanë gjitë e një vërë. Po. Vetë kanë gjitë e një vërë? Po, a livurë, a liratio, po vetë ka hoj a livurë se ka marrë vërë, din. Po. Tha, ju, ty tha të besoj, dilë tha të bëjnë për pupët, shka të bëjsh 100 euro, 200 euro, 2000 euro, sa të bëjsh ato që më smi hupë, tha që ato shka të më pupë dhe vëllaj të cendëm cendë. Me kërë të emi kom pas një godhë dysh, me që ato e menë të Haradinet e në Prishtinë, ka më sinë të bu, ja këna pas bu 6 njerë. Që të ne ka më rodhe një. E ta shvetura më i kasnici, që ki ku? Që të pëdumin e ka pas, muja këtë katëm i qatë katëm. Për ndryshe kjo, u bo
o dhe u emru si kull e rezistencës, dijes edhe pushkës. Këtu kanë marrë pjesë. Qerë dhe OÇK-s. Këtu kanë marrë pjesë, çka di unë, PDK-ja kanë pranë deshi tu. Alianca ka pranë tunal. Apo, a? Të dy partit, do më thonë. Do Do më thonë PDK-ja ka njësë Alianca, ja ka qitë. Aja ka kulmin. Ata kanë përfundu. Zoti Izet, Baci Izet. Po, qysh dush? Qysh erdhi punat deri tek plagosja jote? A mundesh me e kry? Plagosja jam që po të kallëzoj, e kena pas një sulm si thashun në ndëlç. Aha. Edhe po lamojnë glareva nga nëse hinën shkit, janë të hi. Unë jem kon në pushim atë ditë, edhe e kom marrë armën, e kom pas një metalaz 100 që janë kon. Edhe këtë fishe shkaj kom pas me veti, tu ngaj në shku. Kur më kthy në shtëpi, mora kallit mos, kjo nuk më isha mrend, kom gruaja majke më vesh, tani më pa muja kur dola tha, "Çka kizet?" Thash vallai, digjom thash atë që ke ngllari, thash dashje ku marr kallit mos një, thash po më s'po muj, thash korri në shtëpi. Thash i bëqysh me, thash korri në shtëpi, tha veç ku të vysh mu thirri. Unë edhe erdha, ne thash shtëpi këtu. Nishtin sabaj duri çu zetet me ty. Po. Duri ty, një vëlla i mujes. U vra me mujna një Ali Krasniqi, shumë djali mi, trim. Tha pas i zet, tha, i marrë me të marrë, shkosh, tha pas i muj, ka unë, tha meri, shka ki, hajde. E që aty të një në plaguna. Po. A u plagos edhe muja? Po, muja në gistat komës, po muja nashti, pak ma shumë me mënej aton. Unë, za, të las di, ma nuk më dhejmë kështu, bili ma boni, tha, a i plagu e burë? Thash, di, valloj, thash, më s'kosha flistë. Thash, që i ka të shka po mecë. Po. Kër e prej kanë zera duhen, u ka problem me shni, me kajt aja diçka. Më dhe që shkun si në letë, kër ma po gjakën e zera duhen. A pëse s'po ka zera, pëse që ma po muj. Do i qështu e dam në mirë. Nëse da dit plumi vazhdon me Po, qena. se da dit qështu e kam halja. Qa të kanë thonë mjek? Mjek të më kanë thonë që nëse s'ki dhim të në sen, ma mirë se nuk i qetë ata ta martë, nuk mujna mi qenë të rezia sene, nështë ta ma keq. Edhe mu pak më këvënej me të ka do dhe me shku në spital, e lash, qashtu. Kam dhinë më nejtë në kratë tonë, ose më nejtë në kam shumë e mënu, ka pak më dhamet e këtu, po ju. E ndori këtu mirë, vëqilkurë, pak mirë që ty. Edhe, qka të regën, ki metal në trëp edhe halja po s'qesh Bacize? Vallaj, hala, s'kemi qka me unë nuk kom besu si jam se me full me juve, se kër i marrë dhe që im ka i vedishëm shumë, ati që ma boni qaj aty, tha, ti për menes jetër shku ndarësëm. Ta që ndarësëm i për luft. Ta që unë kom kry shërbimin në shtak Jugoslavis. Ta që edhe i kom 2 vjetë kohë, di që ka lufta. Qështu të një, ma shkurt. Halal qoftë për gjithë këtë energji që e ki sot edhe me krenari po besoj. Unë ma shpoj me krenari si e kom pas me Krasniqin të shatit tem, nuk jem kon gjenerat me ta, se jem kon, shpa thamë shumë për një 10-15 jetë, më kon majmë si qaj, po sa e si u kon nevoj e ju kom gjithë shpesherë. A kishe problem janë ngu urdhrat e ti edhe pse ma i Vallaj ju. Ishe i gatshëm. Pasha zote, shuplak më bërë këta fajnë mirës mu. E ty të lumë. Për ndryshe, që ke vetura më i Krasniqi? që ke vetura është e tipit Askon për ndryshe. Askon, po. So vjeti shërbejo kja, po më nej so ku? Po, tash, më të ka zotë dhejtë muja, nuk kemi sigur sa është pi 9-3-4, beses jo, legal ka muja. Po. Edhe i ka shërby kja. Edhe i ka shërby. Sot ka me që të dikun e ka rëk, si pluma shka kanë rëk. Këto, a? Po, si muzej, tash muja me qëtan ka tu, ka bojt arme, gjipjek në ka pas bletë gjithë. Edhe ty të ka la rasti me qenë hypë këto? Jo, se unë të ka zoj, si marrë pak me vënes. Po, pak me vënes. E aj si në ka marrë me tjetë e kërë. Nuk kemi sigur nështë edhe me shtonë në ka marrë ideali, po, pi hapim lakë, më hajës, se hene shkita tjo, asë unë qysh parkere, ka me hinë kërë me ikë. Pjesa fundit e kemi edhe një lapidar këtu tek obori, Qitë lapidar e kina bon jo pi shtetit, po kina bon pi katunarve, jo banorët vetë. As pi banorët tur, pi gjithë Kosovës. Po. Ina konën një ramshtari sa konë, a i ka vdek, edhe Muja, Beqa, Muja, Alia. I vllaj. Vllai i... Po, vllai i mujës. A i Beqa dhomri i mujës. Po. Ky muja. Lavdi për tonë jetën. Faleminderit. Bacizet, faleminderit shumë. Faleminderit. Që na solle deri këtu, e kërkoj falën nëse ti çela pak aty blok të tua që ti si ke fol kurr deri Jo më sot. vallai, domethënë
Unë një intervistë e kom shumë të shkurt kënë e plagu, ma kur edhe të ju. Edhe me të ka zodet, shumë kush ati, ka herë më theshin, edhe për të ishe, që s'pëdi, mu edhe me gabu në sen. Ja, që ato që ka bënë në të Andreqi, me gabu s'lo. Ku të shishke e Pa tjetër që po. Da kena me kalu në pjesë tjera, pjesë tjera të shotit, unë si valje dhe po besoj krejt trojet shqiptare njën krenar, jo vetëm për mujen, po edhe për gjitha ata të cilët. Unë edhe jam i knoqin si u zeteta me juve, e kum pas ble një farkirit kive, e i baba u gëzu, tha, u tha ditë e borë ka kose. Edhe po kom që tha ditë e borë si zeteta me juve. Falemderit shumë. E po kom që që aty e në bojnë, na. Kur Për janë festival ditët me 6-7 din, kom që me të po që tu. iftum special jo, Vallahi, qabec. gopi meje. Me emër të Zotit këtu kena Dash edhe me kamien, dash pa edhe me kamien, përcjellje si ngjarje. Faleminderit shumë. Edhe- Bashkë me Baci 20 po shkojna në pjesë tjera fshatit, ti faleminderit shumë që na solli deri këtu e ne takomi vetëm pas pak. Hajde. Edhe me ju neve. kalush i mirë, e faleminderit shumë si Shumë mos pjesë respekt. edhe ju. Se kur po si po ki qef të kulla mush edhe më i knoqsin kesh tani. Patjetër, çush me dal pikë këtij fshati Po, pa orë po, te po, trojet e mujës, patjetër. Flaniki non su konë që tu. Vis një bije u konë. E kum gjetë, tash du me mblu flanikin e nonës, nevojtuaren ka po sjefës aty, që ja ku maru, po drumin e ka ku rinë gjyveca. E këtu janë ku maru boksat e qenë, e ka qef, komun qef në qenë. E më ka me dashninja në qenë. Tani këto shqebe e Jo, pati se shpinë djallit e fështimi. ti tani? Jo pra unë shkoj, ishala mytë vëzi. Shka më gale vështimi. Kallzon pak për çit dashninë e çemve. Dashnin e qene, unë i kum desh gjithë shtonës, plumbat, mu i s'bilja kum leon plumbat, mu i krasnisë. Aha. Edhe e kishe djallit ja bleva një qenë, një farfifi qasi kuqi vëqat, e mu leo kemin. E shkova në spital, babë tha mi ke qitë fifit, pu. Primariusit e kryt, unë një në non, nëna vetën një në non. Thash qysh jo mëre, tha që ti për babë, fifit se ti dhonë 300 euro të mitë. A di si i merë për thmi. Hej! Nga, këthije. Mune këthije. Le, se u tut tash. Le, me se mshil, ma. Me se u bobis aty. Me s'mile me dollë. Tani, qashtu më tha që t'ju qene, kësëri për bobë, tha nëzire shok të fifit për i thejrau. E që t'ju në tonë se për cufin. E ka këthy kryt, mi thonë në zvet dishka, mos e kum po u dek. E tash, unë e tranuh në mas tyne. Unë një ditë, për ditë ju zi pullat lyshve, dëshka dojnë me hongër, e qova një ka qik me hongër, mro nërmen si një klysh s'ka hongër kum jetë. S'muj, unë këta i du ma fërë, qepi thejro bre, qëri. A do më thonë edhe i merë ti? Ja, i mari rriti që ku shtolla, atje on shpërtaj rriti. Ku tipe do me morë me vakcin, me operacion, kreti pagujnë për një më të ki qenin gratë. E ki, vish mës me hup. A po, a? Ja, me hup nuk i dhonë kërkujnë për zetë zëutit me supni. Që ato e kom gjithë të skeneroj, që atë vuglin. Prej Skenderojt e ke morë këtu. Që mësit, ullës burri marrune, ullës. Tup që, shkën këmbi tem, kësërja u krevetin, kësërja bukën, thas me buk. Kësërja u konzervat, 2 herë më kanë dhonë konzerva kjo njëhe me Hollandis, një farë, sa drisu, pa i po më dha pak këta të konzerva, shkova 200 km i bona në e kënej, do të një ble vetë. E kuj e ka me pasësh, me këtë më konë këtë botën. Kuj e ka me qip, me pasësh, me këtë. Kjo me pasësh, a? Po, kuj edhe një e bordë. Hajde këtu? Bobi, hajde ka. Hajde Bobi Bobi, këtu? hajde këtu. Ja, e tjetër bordha. A lidhen shpejt me ty Bacidan, se di që e ka një farë afeksioni me Ja, njerës? për 1 minutë, unë në zonë, qenin tonë ty në rrugë. Thumë, unë e shke e kapeshtin këmë. A po, a? Që tash me ardhë ju mas mje në Kiev, pikat e mija ku i kom ty e qitë, ju që ditni.
Ja presin si të një në motorin. Ngojnë. Që ta është morë mas me këmbi, ju që ditni. Ne dhe baba. Në ardhë baba i sene. A dojnë shumë për kushtim Bacidan, dojnë edhe ushqim edhe sa. Po që nuk bërnoj... Po për del benzia jote se ka me Po, moti. benzia e me mdelë, se unë e kom benzinë e mirë, unë kom punu shumë. Po, Nuk konë në Australi ka si që ka shumë konë, unë jom konë thmi i hupt. Mas mrami, menzim mi ka hydis letat e zeti. Në komunë. Pse e kon fëmijët? Ja, jo, kom A, na, probleme, unë e kom... E kymi ka hydis se ishin do shumë emna ju në kënorës. A u i rëzek shumë, a? Për sheremu i Krasniqi në mos me kon të rem. Ja, unë e maj ligi se unë se unë jom ik, muja su ik. Po me gjithë respekt. Me bon... Ja, me bon mi thonë pasi të jam trim mre. Bacidan. E që shtu u met me këta, me klysh, nuk jënë vishta. Jënë hinë shpisi shumë ko këtu krejt, i zetë la më kanë. Sot që biki krejt? 18 monca, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ceni kom, për mi 20 monca gati. Këtë monca thera e kom zjetë. Po më kanë pjellë këtu, duhet me shku mi sterilizu. Po. Më kanë pjellë një në rritja, ku maru boksat aty, këtu në cene. E ka jom të ja u maru monca, dhe me kësyrë. Po, hajde shkojnë. Hajde se Kjo edhe këtu shkam kanë bon. Që kjo nuk o përkërkon vish për monca dhe për qenë kur të hydisi. Sot e mura një dros, palet du mja mush zoll për me moncat me doli, jashtë se për ma fliqin këtë. E kanë bon, hajde ka. Se i pas kom punëtorë, që përdojnë a mi Ja, vish me i këtu, e të kësure qësh. Qëre. Krejt që kjo është për monca dhe për qenë si stiropori mrenë. Du mja qitë plokat, buksat e monca jau qes nalt. Krejt jau qes nalt. Jau kumlon atje për kaftër, për dritorën, ventilatora trejtan. E shka përdojnë të ma mirë. Jo, ma mirë se në shpe. Si të hydisi që tu, i rahatej moncat, i merë dikush, qenë, mjesin 2, ta klysh 3, dhe mi morë festimi në Prishtinë, 3. Një i Rizjevës, 4, për mjesin edhe 3, edhe aty në e u gjoj, shkuj u kumlon qetë, shkoj i kontrolloj. Me tableta, me neksia, me operacion, me krejt. Operacion i bon veterinari maj njoftën i Turicivësit, Arsim Goshi, mes me koaj, në u kish mush, Klina, Vojniki, Skeneroj, Kopilici, Aqareva, kjo, në u kish mush, plët qenë mes me konë Arsim Goshi pej Turicivës. E përshëndesim, veterinari. Arsimin, shumë faleminderit për ti, mjep kokra për ta që më ka dhonë jetë për mi 100 kokra, se rrugëve ju dhonë kokra për skroja, për parazita. Se për Arsim Goshi, hajde kokrat, mjep, që sot, që? Smi, që shka din ta që qështë bojnë munimi, Bacidan, kështu shpirt nesh? Unë e qohna në 2, unë e qohna në 1, unë e qohna me qef. Nuk i kisha qu, më thonë baba qushka që të kive nuk isha qu. E këtu shkaj tu kënu, që i më sheli notën se për tutna. Dhel, po t'i këqyre që shënë sigur, këta janë që të luma. Se me konë një klysh, qëre, një klysh si qëre a borkin. Pejtomë li sonë më bon kështu. Po këtë bonhët pej, qële bakti ka. Ka bakti. Qële, ljubësin. E ko bokin. E shumë respekt, Bacidan. Këta i kom thminje, ja qenë. Thminjët me janë ta, se të shkojnë atje. Shkojnë shpi bujnë shka dojnë, nuk i mund të hitë. Shka dojnë në të bujnë? Shka dojnë në të bujnë? Respekt, edhe këta kanë shpirt edhe e meritojnë një situatë. E meritojnë, po duhet popli jonë, me s'hup një bre për 20 cent një buk. Në ditë një qenë i delë, këta si hanë buk të ju. Mos e hup një bre, si të për plakët për qesin, sukur prindin si qenin njëjtë. Prindin si për plakën për qojnë i zetë dëma që shëtojnë shpit lezve. Për qojnë pjarën, holki, që tu të bordë, ka shkën një qenë i zi, që 3 mujëm të i qitë. Një këtu, që 3 vjetë ti të këshin snap një të i qitë. Ty, ta bovë zoti halal.
Faleminderit shumë për gjithë telefonatës. Vis këta në të rritën e në të bohen mirë. Qysh po menen sot jetoj shtek? Sot jetojon qatë ditë, si smuj. Mjo qitë, mytë autobusi. Ja, ty më skoj se dikush pa e morë amanet se lënë, tash më zbojna me letë. Smorin. Qatë ditë se nuk muj. Mjo dolë zatë, që të gjatë, ma kumë zjetë, të gjunë konë për logi qatë zezën. Qatë ditë se smuj, mjo një mu, mjo dhomë me hongër, qatë dojnë këta, i sholla më rëzatë, qatë ditë, më shkele autobusi, mytë. Jo, i sholla ty shkele autobusi, i sholla përshë sot kish fuqive qëtë jo, edhe jep jo, me hongër e qka të kish. E i sholla që ata so e gjujnë bukën, biri le të vjene ha një shpirë. Jo mëre nuk ju lypi, shkoj marë për ditë që me vjetë furra, cila furra është që kom morë bukë. Respekt. Gjoje një furë, shka, vitë thuj një me kombi, a blenë të bukë. Si cila? Një me buba. Qëri aty. Bre, që bre, blonë, bureje kam dhonë. I gjallë që nga. 2 euro, një thesë marë, 2 euro. Që, për klysh ma kanë dhonë, i kish posë bëreka që. Qore, edhe hajde qërin kombi so kom. A hojnë këto qenë të mosët? Burekin me mishk, po. Se në mësu të ju qitë konzerva. Po dem, a me djathë kësi ju? Ja. Ja, se hojnë. Po, a për vjek konzervat vëqë asishi. Hajde, hin bashkë me dinin. Po, më sutut se vjejera qene se qenë, këmë shumë krejt. Ja, më stanin. Qëre shka bujnë? Ah. Hajde, komren, hajde. Krevjetat e tyne. Ta kaj tyne është. Së të mitë. Qëre, hajde, komren. Hin, mrena, hin. Krejta ta veni tyne, shka dojnë në të bujnë, që që tu hajde jonë, qërë. Qëri, që tu, mi ka dhonë një veterinor i Lipjonit, e satë, thirët, më ka një mu, mi ka dhonë, tha qëpa që tanë hajde merri, për klyshe për tu, që. Do mi ka dhonë e sodi ata. E do në kombi si kombi ka dhonë, mi ka dhonë arsim goshim një mën e vaj, një mën me konzerva, me kukrat. Ne ta bje qenin, ose ne të më telefonën. Cilo numri jetë? Numri jem është 049 269 980. Edhe një herë, 049 269 980. Një hupshi, lemrom një vi marë, ose ndoshim i bu operacion, ja u buj me poret mija. Në këcijat me poret mija ju lutën vlozën me si hupni. Me s'poci buk mi qit e do me mojt ju bi buk për dit ka 20 buk ja u bi ndoshi. I blej me poret mija se e për shtetit pashat 10. Turinera e pat shmetën. Faleminir shumë. Turinera, faleminderit. I zet huati shumë faleminir. Mos shikoni plagët e mia, por shikoni ku I ka kufit Shqipëria, mu I Krasniqi. Veç për mes rreshtave, po e kuptoj që ka dosh me thonë. Monumenti I Lirisë, një kompleks memorial I ngritur për të nderuar komandantin Muj Krasniqi dhe sakrificat për lirinë e Kosovës. I përuruar në vitin 2017, monumenti është vendi
ku dikur u planifikuan betejat dhe u mbajt gjallë shpresa për çlirim. Sot, ai shërben si simbol kujtese dhe krenarie, ku njerëzit mblidhen për të ndëruar të rënët dhe për të kujtuar rrugën drejt lirisë. Si që edhe kam potencuar diku në mes të bisedës që banorët e fshatit Qabiq kanë ndërtuar serra qoftë me ndihmën e subvencioneve që kanë mujt me i dhona tyne. Fatkeqësia ime është që nuk po e takoj dikën që mundet më na fol më shumë rreth fshatit, por që historinë e fshatit e dim që fillon prej muj Krasniqit që ishim deri tek Kulla atje, e deri më tutje. E thash në mes të emisionit që tokat janë shumë të pleshme, edhe që po më të shihet tashmë është mbjellur edhe gruri në disa prej tokave të tyre, por që aktualisht shohim edhe njerëz të cilët janë duke e punuar tokën. Pak me dosht, ky zotria i cili është të lavru me orë deri këtu na kish pështu me e pyet pak sa me të vërtet janë të pleshme këto toka, por që fatkeqësia jonë është që larg, edhe është llëç edhe nuk mujna me hi, por gjithsesi është pamje e bukur që ja u sjell dini prej aty. Dikun jemi në orët e pasditës tashmë në fshatin Qabiq dhe ka fillu me u bë goxha si ftoft. Në ora 1:30 në Qabiq përfundon procesi mësimor, sepse janë vetëm 145 nxënës nga parashkollor, klasa e parë deri tek e 9-ta. E për faktin që shkolla është shumë e madhe, prej nga metrave katror që edhe mund me po, vetëm para ditë zhvillohet mësimi nga klasa e parë deri te e 9-ta, pra, janë edhe mësimdhënësit. Mbase nuk është një numër i madh i nxënësve, sigurisht migrimi, jo vetëm jashtë vendit, po edhe ka ndryshuar qytetin, edhe është faktor që mos me pas shumë nxënës, por gjithsesi so bisedova me një mësimdhënës mbrapa kamerave nga fshati Qabiq, tha që kushtet janë shumë të mira, dhe që fatkeqësia jonë është që drejtori në shkollës nuk e kena në shkollë, edhe nuk mundemi me e intervistu të paktën me e pyet sa i përket kushteve të shkollës që është në Qabiq, po që është më e mira, shkollë ka Qabiqi dhe funksionon madje bukur mirë. Në këtë pjesë ku jemi në fshatin në lagjin Buzhala në Qabiq, shtëpit janë shumë të bukura, njerëzit i kanë ndërtuar ato sigurisht, me forcat e veta, pak mendimin e mërgjimtarëve. Për dallim, jo në fakt për dallim fare, sepse edhe si shumica e fshatrave në përvende që unë e vizitoj, shoh shumë çiftet që tashmë gati janë në penzion, por që fëmijët i kanë jashtë vendit, sikur që është familja e zotit Izet që unë isha atje, na qarosi me kafe ai dhe bashkëshortja e tij, kështu që një çift i mrekullueshëm që fëmijët i kanë jashtë vendit, po që jo është shumë llëç, dini. Apo tjetrenon në rregull. Qysh po dëmë shtimi të sloqit, patikat e bardha. Edhe kur vijet kapten me patikat bardha, mo, po... E isha të thonë që fëmijët i kanë jashtë vendit, po që shumijet që ata i kanë po i ndihmojnë prindëve të tyre që me e pas shtëpinë e bukur të tjera. Ata përmendëm pak sponsorin tonë këtij emisioni SP Broadcast, është i shtrirë në gjithë këtë hapësirë deri në Ujmir atje, kështu që na thanë rrjeti është shumë i fortë edhe i fuqishëm. Nuk po besoj që ai mundet me ardhë dhe më na fol, po na pe provoj masi dini vetë se po heziton me shku deri atje. Shkolla e ka një pozitë shumë të mirë, është rrafsh edhe pas kanë fushën fëmijët.
Po nuk besoj, por gjithsesi na provojnë afatin. Çfarë qetësie dhe çfarë ajri mirë, sado që është rrapsh edhe nuk ka shumë pyje përveç kjo pjesa këtu, që masanej vjen keva, vjen ujë mire, vjen fshatrat e tjerë. Uroj që vetëm 2-3 fjalë kam na fol zotëria që është të punu tokën. Uroj shumë. A e lodh? Qysh je? Apo të pengoj naj tro? A je i qabicit? E si t'jesh i qabicit e erdha? A gudzaj? Të rrit nera, apo zbret pak? Wow! A je burri fort? Qysh je? A je mirë? A je shnesh? A je gjallë? A gudzaj një 2-3 pyetje me t'i bo? As për politik, as për kur gjonë vish për tokë, se dhe që tash më thatën që toka punohet edhe është këgja e pleshme, e do është ta më të pyt. Që vish pak përna thëtë kamermoni, bes se tani s'na njëhesh mirë. Ndërum, unë e kam një emision që e bëjna për fshatra, për të mirën e fshatrav, punimi tokav, historia, jetesa, kësajde. Edhe kushin ju me u prezentu për... Saligashi, i këti fshati, gash i gurit. A është toka jote edhe qa po bën? Po e bën gati me mbjell qka? Me mbjell grën. Me mbjell grën. A një vishë shala është i beret qëtë shumë. Qësh po ka lërni qa beq? Mirë. Shati mirë, i qetë, njerës të mirë. Po, mirë shumë. Kësë s'ki pas. Ti, a i kënas që i këti fshati, Po. edhe po besej krenarit madhe e keni mu i Krasniqin. Po. Qërë une po muj me ndje që ka pak emocion nëse të kena ardhë kështu, taman kështu po... Apo e pënon vetëm tokën tona, apo po pënon në për fshat? Dhe shtem të punoj, qështu. A ki vetëm këta tokë? Po, këtu edhe kënejnë, ta. Edhe kënejna. Edhe alejnë. Apo mbjell vetëm misër i Dhe ndërru? vesh grën. Grur po mënej, e misër? Misër ju. Kush me punu, thej? S'qaja. Stash s'ka mua gatë të shatit. S'ka vëlla mo, a veç vet po i punon tokat? Po veç vetë. Po du me të pyet pak se kam taku njerëz, po mbas se kena folë ma shumë për historinë e luftës, i ndërum fshati qa beq, që është njerëzit, e janë mikprica, janë bogëdhonca që është të një fjolla, kanë qenë gjithmonë. Po këta në qatë gjithmonë mirë janë, është dhe sa në regull. Gjithë shka në regull. Po, gjithë. Hypi traktorit, se s'po du me të pengu ma shumë, ma bë halal, falenderit shumë, pak pushim ta nxjerrëm. Respekt, hypi lirisht traktorit ose deri sa të përfundësh pauzën, falenderit shumë. Po hypi në nalë din ta lishej udhën. Dikush, po që pomje. Unë e kuptoj zotrin që ky sepse ju çdo kush e don kamerën me u shfaq para saj dhe sigurisht emocionet e bojnë të veten, edhe me 2-3 fjalë na kryti, po mirë jena u kry puna, hajde mohabet, shkojmë. Kështu që faleminderit shumë për ti që u prononcu të paktën 2-3 fjalë sepse kur heziton dikush me fol, edhe nuk mundem edhe çka më e pyet, kështu që i kërkojmë falje që e vendosëm kështu para kamerës. Respekt edhe tokat që bohen në këtë vend edhe njerëzit që punojnë tokën e tyre nuk ka ma e mirë edhe kjo është ma e mirat që e paraqes përmes emisionit tim. Ca atje për i shë dhe sera ka dalin prej fshatit muj me shku me vizitu. Na kanë mejt vetëm edhe pak pjesë me mujt me i taku edhe dhe banori shkon shumë mirë me i pyet edhe pak për këtë fshat. Nuk e di sa mërgjimtari ka qabici, veç sa dhe që i ka lumet jo për fshatin e juve, amën hajde investoni e lëzën e këtë vend, sa ma shumë. Shkojmë dini! Po shkojmë me marrë kerrin e po kalojna në pjesë tjetër, rrini që ato.
Ti hajde në Komdin! Nga kjo tokë e bukur, tokë pjellore që sjell shumë produkte të frytshme për banorët e Çabiçit dhe jo vetëm. Unë e pata një kënaqësi shumë të madhe që një gjysmë dite e kalova me këta banorë, me ata të cilët folën para kamere, ata të cilët nuk folën para kamere, edhe ata të cilët nuk preferojnë që dalin e tregojnë diçka. Provimet e tyre për mu janë inspiruese sigurisht, kështu që dua t'i përshëndes kur ta shohin këtë emision. Unë si val kënaqem për vetë faktin që kur udhëtoj nëpër kësi fshatra që kanë histori, sidomos mbushet zemra plot se e di që kthehem mbrapsht me një emision të realizuar super mirë. Mbase fatkeqësia këtij emisioni është që nuk takova shumë njerëz që më tregu sa i përket historisë së Çabiçit, mirë po krye historia është mu i Krasniqi, që e kam thonë që nga fillimi e po e ritheksoj përsëri. Faleminderit të gjithë banorëve të Çabiçit, faleminderit të gjithë njerëzve të cilët jetojnë jashtë këtij fshati, por që vinë e derdhin djersën e tyre, i punojnë tokat e mundohen me e zhvillu fshatin e tyre. E ku ka më mirë që vetëm 27 vite pas luftës, këto fshatra të cilët kanë qenë cak i agresorit serb sot janë të ngritura përpjet dhe si fshat është i lulëzuar. Kështu që faleminderit edhe juve shikues që na ndjekni, banorë të fshatrave të tjera të cilët kam qenë, e po uroj dhe po shpresoj që histori të cilat janë të tilla të jetojnë shumë gjatë e të kujtohet gjithmonë veprimtaria dhe sakrifica e ushtrisë shqiptare të Kosovës, meqense e takuam edhe përmes fshatit të heroit ton Muj Krasniqi. Deri në takimin ton të radhës, që është në ditën e premte, e them gjithmonë, faleminderit për zemërsisht që qëndruat deri më tani me mua, e ne shihemi javën tjetër në të njëjtin termin. Mos harroni që ju don vali tepër shumë. E kështu, nëse nuk pritoni, mundeni me shkruaj në komente nëse ju pëlqen mënyra e realizimit të emisionit tim, ku me ardh në javën tjetër, e ku me ardh edhe javëve në vazhdim, sepse dimër e verë, e ftoft, e shi, e diell, s'kemi me undalë. Po na konfirmon edhe dini. Nga kjo tokë e bukur, nga kjo pjesë që është e mbjellur me pemë të reja, nga këto 7 serra që janë këtu, nga një pjesë tjetër e fshatit Çabiç, ju përshëndes edhe ju du fort, e shihim javën tjetër. Çabiçi, një fshat i qetë, por me zemër të madhe. Vendi ku kujtohet e kaluara, punohet e tashmja dhe ruhet me krenari trashëgimia e kombit.